Konstatoj se në salë jemi 102 deputet. Kemi pra korum që të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë të pika 3, zgjedhja e kretarit të kuvendit. Më 7 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kretarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Desa nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kretarit të kuvendit, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e 3 deputet kanë votuar për, kundër nuk kemi asnjë vot, nuk ka as abstenim. Atëherë ndërpritet seanca dhe vim me 11 qershor në orën 11. Përsëri ishi dëshmitar të një përsëritje të pakuptim të një procesi, të një blokade e cila tashmë e ka humbur kuptimin e vetë. Blokada konsiston në mosvotim, pra në procedurë, edhe pa mundëson konstituimin e kuvendit. Edhe nga ky vend i bëj thirrje të gjithë deputetëve të opozitës që të heqin dorë nga kjo strategji destruktive, të marrin përgjegjësinë për votën e qytetarit që e kanë marrë, edhe të bëhen pjesë e votimit, pa ja u mohuar asnjëherë të drejtën e votimit kundër. Mirë po shkelja çdo 48 orë e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila thotë që deputetët duhet të marrin pjesë në votim, nuk është në rregull. Aq më tepër që janë bërë 4 javë që kur është adresuar gjykata kushtetuese pikërisht lidhur me procedurën e votimit të fshehtë dhe ende nuk e kemi një përgjigje. E di që ka pasur ditë festash, mirë po është koha që gjykata ta thotë fjalën e vet dhe të vazhdojmë në këtë proces. Në këto ditë kur fjala unitet është e përsëritur dhe stërpërsëritur, më lejoni t'ju them që ne kemi nevojë për unitet për shtet, jo për unitet për pushtet. Dhe uniteti për shtet demonstrohet duke konstituuar kuvendin e jo duke bllokuar konstituimin e kuvendit, i cili i pamundson edhe të gjitha procedurat e tjera vijuese. Jam e bindur që vota e fshehtë është instrumenti më demokratik në shoqëri demokratike dhe çdo lloj arsyetimi që gjoja vota e fshehtë që nga shkelje kushtetutës e ka shpërfaqur qartë vullnetin për të mos ecur përpara. Kemi pasur ca ditë kur opozita si duket mendonte që i kanë votat për bërë qeveri vetë,
edhe e zhbllokuan procesin e parë, atë të mos votimit të mandateve të tyre si deputet, mirë po pas asaj faze, shifrat, faktet po flasin qartë, edhe kanë mbetur tani mes dy rrugësh. As nuk janë ata që preferojnë zgjedhjet e reja, as ata që e sfidojnë kandidatin tonë për kryeministër Albin Kurti në bërjen e qeverisë. Shikoni se sa interesant është ndryshimi fjalorit. Fillimisht LDK-ja pasi propozuam që të bëjmë koalicion të përbashkët qeveritar, doli me një propozim për një qeveri tranzicioni. Qeveria e tranzicionit nuk krijoi përshtypje të mirë në publik dhe tani ka ndruar fjalori dhe po flasim për qeveri uniteti. Pyetja që unë ja shtroj LDK-s është, pse LDK-ja nuk është nëse thonë që nuk bëjmë asnjëherë qeveri me vetëvendosjen. Atëherë pse që kanë rregull me bo qeveri me vetëvendosjen nëse aty është PDK-ja. Pra është e qartë që LDK-ja kudo që sillet dënë me pas aty afër pranin e PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe këtë unë jam e bindur që ka shumë të vështirë t'ja shpjegoj votuesit të saj tradicional dhe prandaj ndron fjalori nga tranzicioni në unitet pas 4-5 ditësh ka për të ndëruar përsëri, mirë po kjo nuk e fshet dot të vërtetën që LDK-ja bën qeveri vetëm me PDK-n. Fiks para 4 muajsh, qytetarët e Republikës Kosovës dolën zgjedhjet lira demokratike për të dhënë verdiktin e tyre se në çfarë drejtimi e duan vendit dhe kush duhet i qeverisë. Verdikti ishte i qartë, qytetarët i thanë jo sundimit një partijak të 4 viteve të kaluara dhe i dhanë shumicën parlamentare partive të cilat ishin në opozit në mandatin e kaluar. 4 muaj më vonë, sot është pikërisht partia e mentalitetit mënes, lëvizja vetëvendosja, ajo e cila nuk po lejon që të konstituohet e të materializohet ky vullnet i qytetarëve të vendit tonë, duke blloku konstruimin e kuvendit edhe pastaj edhe themelimin e qeverisë së re. Tashmë vërtet është kaluar çdo kufi i racionalitetit. Kjo më nuk është politik, kjo është tendencë për të mbajtur në blokad e për të mbajtur peng vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ne si Partia Demokratike e Kosovës jemi konsistent në qëndrimet tona. Ne besojmë që vendit i duhet sa më parë, jo vetëm kuvendi, po dhe qeveria e re, ka atë shumë punë të cilat presim për të bërë, ka atë shumë sfida, atë shumë kërkesa e nevoja të qytetarëve, të cilët na kanë votuar për të marrë ballafaquar e për të zgjidhur ato, dhe nuk ka asnjë arsyetim më tej që për shkak kryenetësisë politike të zotit Kurti e të vetëvendosjes, në insistimin e tyre për ta bërë kryetaret kuvendit Albulena Haxhiun pa i pas votat, për herë të parë në historinë e re të Kosovës pa shumicë parlamentare, kjo situatë nuk duhet vazhdojë më tej. Ne edhe një herë përsërisim qëndrimin tonë, i ka rreth 40 opcione zoti Kurti, këtë çka duhet është që vërtet të tërhiqet nga propozimit që nuk e ka shumicën, siç e kemi thënë se se ka pas as më herët e as do ta ketë më vonë. Po është e kuptueshme që vetëm konsenzusi mes subjekteve politike parlamentare, sidomos, edhe ata të cilët kanë vullnetin që të marrin guximin të kemë institucionet e reja të Kosovës, e zgjidh këtë ngjerç politik. Ne kemi qenë qartë në propozimin tonë, kur është paraqitur që të kemi tejkalim të kësaj krize institucionale, ta quaj, dhe propozimi nuk ka qenë sa për të blerë kohë që mundohet lëvizja vetëvendosje ta pasqyroj ose ta hullë në një drejtim tjetër, por t'ju japim mundësi qytetarëve që të kenë në mënyrë unifikuese për një kohë të caktuar me tema të caktuara, që cilat janë tema, do të jenë tema afatgjatë të zgjidhjes të problemeve ekonomike, të dialogut zhvillimore, dhe cilat janë në interes të Kosovës, jo të lidhjes demokratike të Kosovës. Tek atëherë do të japim mundësi dhe disa pika, cilat do të jenë propozime konkrete se çka duhet bëhet në këtë periudhë kohore. Këto janë pika programore, janë pika zhvillimore, po sigurisht janë edhe pika politike.
po më rastis me u deklaru pas partisë e cila e ka obligim ligjore kushtetues që me konstituu kuvendin. Sot ishte hera e 29 që po tentohet që të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhet kryeparlamentarja, edhe pse parafolësja tha që ne po votojmë për procedurë dhe jo për kryeparlamentare, në fakt ne kemi filluar me votimin e kryeparlamentares dhe tash ne thojmë se këtë rast po dështon zgjedhja kryeparlamentares, po dështon Albin Kurti. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjedhjen e këtij gërçi politik që është formuar, nuk ka interes sepse sot në soll ishte kryeministri në detyrë, ishin ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zabens kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjesht për kalimin e kryeparlamentarës e propozuar nga kjo qeveri. Neve na vjen keq, edhe pse kemi dhonë alternativa, edhe që jemi mundu që ta zhbllokojmë këtë gërç që është formuar në konstituimin e kuvendit të Kosovës, nuk po mirëpritet nga kjo parti, sepse në rastet të kaluara, nëse do të kish pas propozime të tilla, unë besoj se secila parti i kish pranuar në mënyrë që të kaloj kryeparlamentari. Kryekput është detyrë e kësaj qeverie me i siguru 61 vota dhe me votu, dhe asnjë formë nuk e ka obligim parti tjera me votu një kryeparlamentare, po as kryeministrin e të ardhmen, që nuk kanë ndonjë marrëveshje politike apo nuk kanë ndonjë koalicion politik. Zhvarritja e tillë është e pakuptimshme dhe unë mendoj që edhe po shpresojmë që gjykata kushtetuese do e jep një verdikt i cili ndoshta do filloj dhe do e zgjidh këtë problematik, sepse nëse duke pa që kemi një gërç, ndoshta është momenti që gjykata kushtetuese me ofru një alternativë që në të ardhmen mos me pas probleme të tilla. Po merë në vesh 30 herë po fletë këtu, po leja dhe një për çka për merë. Arjanit, unë e vlerësoj punën tonë, e kuptoj që veç ka dalë mirë. Veç kry një punë të juja. Okej, vetëm bëni diferencën, do të thonë të deputet që kanë... Deputet pitë për kurës edhe presidenta këmë shtinë që të loj. Okej, në rregull, shpërnderit. Unë i kam pa me interes, do të thonë, deklaratat edhe i vlerësoj përpjekjet për një qasje ma ndryshe, e vlerësoj përpjekjet, i kam lexuar me interes, edhe po pres me pa diçka ma serioze, do të thonë këtë drejtë. Mi po, vetë fakti që është diçka ma ndryshe, unë e vlerësoj edhe pres me pas një ndryshim. A keni ndonjë emër unifikues që kisheni pranuar shumë për juve? Absolutisht po, është Fatmir Limaj, faleminderit. Po kuptoj që qytetarë janë shqetësuar dhe po shtuesisht edhe ne jemi. Por sikur që kam thënë edhe më herët, besoj që komuniteti shqiptar në këtë rast përfaqësues shqiptare e kanë më shumë përgjegjësi të menimin e institucioneve se sa ne si pakicë që jemi këtu. Ne si zakonisht po përpiqemi që të jemi sa më konstruktiv, sikur që tregojmë konstruktivitetin, por më shumë se kjo ne me të vërtetë nuk mundemi. Dhe unë vetë po ndihemi keq sepse po vim sa keni thonë 29 herë. Janë pakur për rezultati, normalisht që bisedojmë mes neve cilët janë opcionet dhe ashtu me radhë, por po ashtu ndoshta dhe këtë rast jo vetëm partia më e madhe që ka fituar mas shumë të ulësit, por po ashtu edhe opozita ka një nivel të përgjegjësisë sepse që bisedova me bashkëpunëtorët e mi me politë që po më përcjellin në ketë, që thojnë ata që po çdo ditë po presim ndonjë surprizë, ndoshta opozita e bën një manevrim të votuar për kandidatin e vetes, por ajo nuk ndodhet deri në këtë moment. Ndonjë që mund të ketë surprizë nga vetëvendosje, me ndru kandidatin në këtë rast, është përmend zotri Limaj, çysh është qëndrimi juaj në këtë rast? Nuk, unë si kom thonë dhe ma herët, si do kandidati propozohet nga anët vetëvendosjes, do të votoj, jo sepse është vetëvendosje si parti politike, por
sepse kjo e dikton dhe vetë kushtetutja që ajo partia politike e para fituese ka drejt të propozimin e kandidatit. Prandaj unë kishë thonë njëri institucionalist, që jam në institucionet që 20 vjetë dhe e di çka thot ligji dhe si të respektohet.